Përshëndetje, mirëmëngjes, falenderoj shumë zotrin për që na ndiqte dhe telefononte për pjesë të programit nga Italia. Mirëmëngjes. Ecim me një tjetër opinion, mirëmëngjes ti. Mirëmëngjes. I uroj shëndet këtij që foli nga Italia. Shëndet objektiv, tamam. Ska punë. Shëndet, së pari ju uroj dhe unë shëndet. Zonjë, së pari ju uroj dhe unë shëndet. Juve sidomos atij që foli me objektivitet. Mirë. Popullin italian që thaj. Dëgjoj Andi. Tash ti jesh në shtëpi ti. Të vi unë, se edhe unë kam ca rrugaç mbrapa, se nga i vend jam, të vi unë të zaptoj ty, të marr ty, ose komshin që është marrë me drogë. Tash është në shtëpinë e vet vëlla. Në Amerikë droga është në kulm. Pastaj më vjen keq me çai bëri Trumpi pasurit, me drogë me orgjit. Duket ai gjithë filmimet i ka me orgji. Është fatkeqësi. Shiko, këtu dalim amerikanët e votuan. Zonja, amerikanët e votuan. Edhe e rikthyen madje në shtëpinë e bardhë. Vota, nëse themi vota etj. Jo, hamburget që han ata u ka trashur trut amerikanëve. Prandaj janë nga 100 kg amerikanët. Dëgjoj tani, Amerika ka probleme, aq shumë unë kisha një greke të martuar me Amerikë. Në Amerikë me Amerikanë dhe erdhi në Greqi unda. Dona tha getot në për rrugë të Amerikës lahen vajza goxha, vajza kokat për s'ka në Greqi kështu ose si ka në Amerikë, aq varfëri. Edhe thot ai do çliroj Venezuelën, do filloj me Kolumbinë. Mirë, Kolumbia mbahet për drogë, po shko bashkëpuno me qeverinë ti. Okej. Edhe ashtu, jo ti të arrestosh. Pastaj Danimarkën, ai ka filluar me Groenlandën tani. Me Groenlandën, po. Ai është çmendur ore. Mirë. Po, është me Groenlandën, me Panamane, me të gjitha, me Irak. Po çfarë, domethënë, çarrin deri këtu? Çfarë trëmbesh më shumë, domethënë, çfarë të ta caron kaq shumë? E di çai trëmbe mund që ai po e fut botën në një katastrofë, botën. Po e fut në luftë. Ne kemi muaj, po themi rendiri botror, po ju thoni luftë, katastrofë. Andi, po, ju dëgjoj. Netanyahu ka vrarë. Unë muslimane jam, nuk biles më bezdisin ata hoxhallarët që bërtasin në Berat në 4 të mëngjesit. Allah ekber ai. Unë jam shqiptare, që më duhet mua, jam muslimane. Mirë, të mos të futemi asaj çështje, po. Në Palestinë, të vrasësh ti fëmijë, gra në Palestinë, ti lësh për të vdesin për bukën e gojës. E kuptova. Qa bëri, ky e përkëdhelte Netanyahu. Netanyahu është Hitler, edhe Putini. Ati po vrite në Ukrainë. Pse s'ndërhyn ky? Po i përkëdhel. Matriush ruse është. Ju kuptoj, faleminderit. Gjithë mirat më falë se aq jemi indinjuar. Po pra, shumë edhe e kalove ndonjëherë me termat që përdore, shumë e indinjuar. Ishe gjithë ata që po telefonin shumë të indinjuar janë me këtë çështje dhe unë jo se po mbroj as shëbat as gjë. Etj. Ne diskutojmë kjo që nga një çështje kaq e rëndësishme sa edhe këtu në Shqipëri që le të themi një cep të vogël të botës, të mbar botës që po diskutojmë jemi dhe ka një interes edhe reagim të madh të ruajmë etikën dhe më pas u dëgjon tani shumë diskutime bëhen, prandaj ne ende jo pyesim që si e vlerësoni për këtë ndërhyrje apo këtë sulm të SHBA-ve. Mirëmëngjes, përshëndetje, kemi një tjetër bisedë me zotrin, mirëmëngjes, përshëndes, me zë dhe me figurë, dhe së pari gëzuar e vitin barë. Shëndete dhe vitin barë. Gëzuar e vitin barë dhe ju. Faleminderit, ju dëgjoj me vëmendje dhe me kënaqësi. Më thuaj për temën e ditës apo diçka tjetër? Jo, flas nga Italia për temën e ditës. Më thuaj edhe, kënaqësi që na telefononi nga Italia dhe që ndiqni programin. Po? Ka qenë një shprehje dikur e kem pa lexuar për shtypin e ditës para 90-s. Që Amerika është xhandari ndërkombëtar i botës. Amerika është çfarë? Se dëgjova apo se kuptova? Xhandar ndërkombëtar i botës. Xhanzar apo si apo Xhandari. Po, Amerika është xhandari mbar botës. Po, ndjes tani u dëgjoj. Të lutem mos e lëviz shumë telefonin, mbajeni mirë. Të lutem. Telefon? Po, telefonin. Jo, telefonin që të jeni...
Okej, diku këtu, mos të lëvizni më, diku këtu, me gjithse, ose largojni edhe pak, ju lutem. Okej, këtu jemi në rregull, mundohet mos e lëvizësh për 1 minutë pakten. Xhandari botës, vijoni. Edhe, këtë e vërtetoj edhe me këtë gjesti që bëri këto 2 ditë para, që ju e vlerësoni të drejtë? Në një shtet tjetër. Ju e vlerësoni të drejtë me atë që po kuptoj, apo? Jo, nuk është të drejtë në asnjë mënyrë. Por ka thyrë gjitha rregullat ndërkombëtare, me sa di unë, me sa njoh unë ligjet ndërkombëtare, i ka thyrë gjitha rregullat ndërkombëtare me ndërhyrjen që bëri në Venezuelë. Maduro. Po? Ai është presidenti i një populli. E ka zgjedh ai, nuk e ka zgjedh, po si të si tjetë puna, kjo ndërhyrje ishte tepër brutale, për mendimin tim. Po, ju kuptoj. Dhe për sa i përket marrëdhënieve që ka pas me Amerikën, ajo interpreton sikur don vetë, jo sikur do të ketë në realitet. Okej. Mirë, zotëri. Faleminderit.